edhe në situatat tona duhet dalen në një i menqur. Për një ide të vogël njerëzit mund të vriten, ti mund t'i shpëtosh. Po vallahi mund t'i shpëtosh. Vetëm të kesh një jetin e mirë, mund të parandalosh 100 milion konflikte. Sot nuk ka nevojë gjaku i muslimanëve të derdhet në Siri. E dini pse derdhet? Pse muslimanë tjerë që kanë mundësi ta ndalin flejnë. Nuk u intereson. Flejnë. Se bëhen gati për vitin e ri tjetër. Nuk bëhen gati për vitin e ri të muslimanëve sonte. As një atmosferë hiç. As një atmosferë. Viti i ri muslimanëve. Viti në të cilin krejt qonat u bën me sy. Dikush mund të thotë, "O hoxho, qartësoa këtë muhabet." Kur them krejt qonat u bën me sy, krejt që ishin në xahiliet, në ignorancë, krejt që ishin duke i varosur vajzat e tyre të gjalla, erdi hijreti, erdi pejgamberi dhe erdi Kurani, u nxori perdën e zezë që kishin parasyve, edhe u tha, ja shikoni, vajza dhe djali janë dy evlade që duhet të duhen të njëjtit barabartë. Në qofë se e puth djalin, shko për qafuj edhe vajzën tënde, s'ka problem. Pse? Janë dy krijesa, janë dy filiza Allahu që i mbolli në kopshtin tënd. Kur të shkosh të ujitish lule, mos i zgjidh lulet, se të gjithat e kanë emrin lule. Ndoshta aromat janë të ndryshme, por emri është i njëjtë. Për ndryshe, ti nuk do ta kishe mbjell atë lulen që ti nuk e don në kopshtin tënd. Andaj, Allahu për ndryshe, ato vajzat nuk do t'u jepte, sikur të ishin të dëmshme. Çfarë bën vajzën dhe djalin të dëmshëm? Mos edukata që ti nuk ja jep. Atëherë, kjo quhet të vishkurit e lules që ti nuk e ujitën. Ja Islami pse erë? Islami erë që të na mësoj neve që lulet kanë aromë të bukur. Islami erë që të na mësoj neve se fëmia nuk ndahet, as djali as vajza. Islami erë që të na mësoj neve se ma kollaj është të adhurosh dhe të lutish Allahun krijuesin e gjithçka, ai që jep edhe jetën, edhe vdekjen, edhe të mirën, edhe të keqen, se sa Latin, Uzatin, Menatin, edhe 340 zotra tjera, apo 360 zotra tjera, që nuk i kishin sjell as kujt, as një dobi. Dam, po. Çfarë dami? Humrin koma, ato duke i pastruar gjatë tërë ditës. Ky ishte pejgamberi Allahu që erdhi në shekullin e 7. Ky ishte pejgamberi Allahut që erdhi në shekullin më të errët të periudhës njerëzore. Ky ishte pejgamberi Allahut që erdhi të na bëjë neve me dije, jo vetëm neve këtu, edhe gjithë muslimanëve të botës, që muslimanët e shekullit 21 më së tepërmi kanë nevojë për një hijret. Ne e definuam mirë, mendoj se qartë çfarë do me thonë hijret. Terminologjikisht, apo në kuptimin e temës që ne kemi sot, hijret do me thonë largim prej një vendi në një vend tjetër. Largim nga qyteti në qytet, nga fshati në qytet, nga qyteti në fshat, shpërngulje dikundi. Mirë po, largimi i pejgamberit alayhis salam nga qyteti në qytet nuk ishte si hijretet tjera. Ky hijret është ai që vendosi numrimin e viteve sot që ne numrojmë vitet islame. Omeri radiallahu anhu thot kështu, sepse Omeri është ai i cili i pari vendosi të numrohen vitet hanore apo vitet islame. Omeri është i pari radiallahu anhu. Mirë, e pyesim Omerit, ja Omer, o i nderuar, ndër më të nderuarit e kalifëve, pse nuk e zgjodhe ligjen e pejgamberit si fillim të numrimit të viteve? Siç e kanë zgjedhur të krishterët ligjen e saj, filloi viti i parë i erës së re, viti i parë filloi me ligjen e saj. Pse nuk e zgjodh edhe Omeri vitin e parë të hijretit, ligjen e pejgamberit alayhis salam? Pse nuk e zgjodh Omeri vitin e parë të hijretit apo vitin e parë të numrimit të viteve islame, ta kishte zgjedhur vitin 610, fillimin e zbritjes së Kuranit. Kurani është më i vlefshëm. Po, si shpallje më i vlefshëm. Jo thot, e zgjodh emigrimin e pejgamberit vitin
kur u desh të fillohet numrimi i viteve. Shikoni, nuk është e rastit. Nuk është asgjë e rastit. Omeri, a thue Omeri radiallahu anhu në kokën e vete e caktoi këtë? Asnjëherë hiç. Omeri ishte njeri me të vërtet i ashpër, por shumë i drejtë. Me të vërtet këmbgulës, por njeri që konsultohej. Çfarë tha? I konsultoi krejt sahabët. Ju tha, unë personalisht nuk kam parë ngjarje në historinë islame më të rëndësishme se sa ngjarja e hijretit, ngjarja e emigrimit të pejgamberit alayhis salam. Ju si e shifni këtë punë? Thanë, ja Omer, me të vërtet është ngjarje e rëndësishme. Për çka u bë e rëndësishme? Pse kishte 470 kilometre nga Mekka në Medinë, a nuk ishte problem ajo? Ajo s'ishte hiç problem. Devet shkojshin edhe ecshin. Me pushime, pa pushime, për 14 ditë mbriti pejgamberi alayhis salam. Ku mbriti? Mbriti në Medinë. Nuk ishte problem kjo. A 14 ditë, a 28 ditë, a 60 ditë, a 1 ditë mbriti edhe shkoi në Medinë. E rëndësishme çfarë ishte në hijret? Para se të hinë në detajet e hijretit, flas pak ma përgjithsisht edhe ma globalisht. E rëndësishmja e hijretit është kjo, i dashur vëlla. Kjo është mësim për ne. As pak nuk kam qëllim të tregoj histori që ka ngjarë para 1400 vjetë. Ajo bile historia s'më intereson hiç. Ajo që neve na intereson, çfarë ne nxjerrim nga hijreti? Çfarë mund të përfitojmë ne sot që flasim këtu për hijretin? Vallaj, jetën mund të ndryshosh me hijretin, nëse do. Do t'i filloj krejt me rend. Nëse je prej atyre që nuk falen namaz, do të bësh një hijret, do të bësh një transformim të vetvetes tënde. Edhe një transferim gjithashtu. Do të kalosh nga një vend në një vend tjetër. Ma para, do e ndrosh kafen nga ajo që pijet alkohol në ato që nuk pijet alkohol. Pastaj, nga vendi që nuk falet namaz në vendin që falet namaz. Ku ka ma hijret mas e kjo? Ma para ke paguajt për një birë apo 100 denar, sot do paguajsh për një kafe 20 denar. Edhe ekonomikisht e ke ma mirë. Mos flasim për ndryrimin e personalitetit tanë. Mos flasim për harmoni dhe rehati familjare, kur do të marrë vesh familja, elhamdulillah, buri, vllau, baba, gjishi, kalon alkoholin. Po çfarë bën? Lesi kalon alkoholin, ka fillu dhe të falet. Po ku ka hijret më të madh se kjo? Ku ka emigrim më të madh se kjo? Qandrosh njetin e zemrës tënde nga një vend të pist dhe të fliqët në një vend të pastër dhe të kulluar. Ta ndrosh nga një nxënës i dobët më mjaftë se ai profesori vazhdimisht mua më nënçmon. Pse? Po s'ka ai profesori, unë nuk mësoj. Hajt ta bëj një hijret edhe unë. Hajt të bëj një emigrim. Çfarë emigrimi do bësh? Nga njësha boni treshat. Nuk t'i kërkojmë pesta. Po nga tresha boni pesta. Apo nga 6 boni 8, apo nga 8 boni 10. Ja hijreti i studentit ku është. Pse? Do bësh nxënës i mirë. Nesër, ku do bësh nxënës dhe student i mirë, do parandalosh një hijret me zor. Bon hijret kosovarët. 99 në kurke. E bon, po nuk e bon me dëshirë, i përzun. Nesër mund të nëndot edhe neve të shkosh me zor. Që mos të shkosh me zor, le të shkojnë ato le të bëni hijret, ne mos bëjmë. Pse? Këtu kemi lindur, këtu inshallah do të vdesim. Vende që në tonët, elhamdulillah. Mirë po, në qofë se ti jashtë të dinit tanë, në qofë se ti nuk e kupton se në jetë, duhet krejti jeta jote njëherë në jetë të bësh hijret. Çfarë bësh hijret? Ti largojsh ato të këqijat, të vendosish të duash kombin tanë, të vendosish të duash fenë tënde, të vendosish të duash xhamin tanë, të vendosish të duash flamurin tanë që ta gjegin çdo ditë, të vendosish të duash gjithçka që është e dobishme për popullin e kombin tanë dhe fenë tënde. Ku ka hijret më të madh? Të vendosish të duash shkollën tënde mos te karike, se turpash. Ato i ka paguajt prindi jot, se neve shteti s'na ndihmon asgjë. Ne ndoshta luftojmë për pushtet e nuk luftojmë për shtet. Kjo fatkeqësia më e madhe muslimanëve.